Partia Socialiste do ta rrëzoj kërkesën e SPAK për heqjen e imunitetit. Ka dy regjistra që duhet ndarë diskutimi. Regjistri i parë është ligjor. Ligjërisht asnjë majorancë nuk detyrohet që çdo kërkesë që vjen nga drejtësia të mbyllë sytë dhe ta pranojë. Pra, ligjërisht është e justifikuar jo vetëm kjo majorancë, po edhe majoranca tjetër po të ishte, opozita të ishte majorancë. Pra, nuk ka kuadër ligjor që po shkelet në rastin konkret. Këtu ka një shkelje, nëse i quajmë te morali dhe te çështja politike. Unë mendoj që nëse zoti Rama është i bindur që zonja Balluku është e pafajshme, atëherë duhet ta lindë të përballej me drejtsinë, sepse në fund ditës është e pafajshme. Do triumfonte në fund të kësaj seance, në fund të këtij procesi. Dhe nuk jam dakord me pjesën që një parti politike kthehet në kopertur, sepse në rastin konkret kemi të bëjmë një mbrojtje jo vetëm ligjore, por dhe mbrojtje politike. Mao tha që i ka thënë deputetëve qepeni, po nuk është e vërtet. Po nuk është e vërtet. Se Rama ndryshe thotë, ndryshe është realiteti. Kanë dalë eksponentët më të lartë Partisë Socialiste, dje, si asnjëherë më parë, dhe kanë mbrojtur qëndrimin e tyre politik. Është e vërtet që kanë qenë që ka patur një lloj kryengritje të vogël. Kjo ishte ideja. Qepeni domethënë mos flisni kundër Belindës, ose mos flisni kundër. Është e vërtet që ka Rama ju referua që ju që keni folur të ndërkombëtarët, vërtet mendoni të flisnin kundër. Ata kishte më shumë për Elisën ai atë. Ata herë e parë që Elisa si Gjiknuri e ca të tjerë domethënë. Ata herë e parë që dolën. Thjesht u keq kuptuat. Ata herë e parë që dolën. Pra, nuk kanë dalë. Edhe është rasti i madh që mbas 14 vjetëve deri deputeti PS-s flet. Nuk kanë dalë as për raste të tjera. Pra, është hera e parë që ata dalin dhe mbajnë qëndrime. Dhe për mua është e drejtë, sepse një vendim politik duhet të ketë një mbrojtje politike. E drejtë e gabuar është tjetër gjë si mendoj unë, por ata duhet të i ofronin mbrojtjen edhe mediatike, sepse duhet argumentuar një qëndrim i këtij niveli, i kësaj amplitude. Për së vërtetës është i favorizuar zoti Rama nga faktori ndërkombëtar për shkak të konjunkturave dhe të zhvillimeve në lindjen e mesme. Nuk ka ardhur asnjë reagim deri tani që të tregonte të kundërtën, që faktori ndërkombëtar është i pakënaqur me këtë qëndrim. E ka favorizuar kjo majorancën për të shkuar përpara në rrugën që ka ndërmarrë. Unë mendoj që zoti Rama nëse do ishte përballë zgjedhjeve, pra o të zgjidhte njërin, o të zgjidhte tjetrën, nuk do të bënte një aventurë të tillë. Por fakti që nuk ka ardhur një reagim, fakti që nuk ka një vëmendje të faktorit ndërkombëtar për shkak të situatës në lindjen e mesme, kjo e ka favorizuar këtë qëndrim dhe kjo e ka bërë atë që ta shtynte qëndrimin. Po pse sinjalet kanë në margjina. Kanë ardhur nga komisioni. Nuk kanë qenë. Jo, nuk kanë ardhur. Ka bë Mendoj që presioni ka qenë minimalist sa për ta hequr nga qeveria, jo për të hequr imunitetin. Dhe ai ka pritur dhe gjithë kjo pritje në margjina. 4-5 ditë argumentat e zotit Manja. E kalon 4-5 ditë nga përfundimi i afatit. Nëse ne themi që ka qenë një presion nga faktori ndërkombëtar, kjo s'është e vërtetë. Nuk ka pasur presion deri tani. Mund të vinë ndonjë gjë, po unë nuk besoj që do vi. Mundet një seri. Dhe këtu pastaj dua që ta them të plot. Se të flasim pak edhe për qasjen që ka opozita. Se folën për qasjen që për mua është e gabuar nga majoranca, po dalim pak edhe të qasja opozitës. Opozita ka drejt në saj dhe bën mirë që proteston. Dhe për hitë së vërtetës, është një opozitë e cila ka ndryshuar qasje. Dhe është për të përgëzuar në rastin konkret, sepse ka ndryshuar qasje që të Komisioni i Reformës Territoriale dhe asaj që ishte për reformën zgjedhore. Tha zoti Berisha që do ta anullojmë, nuk marrim pjesë pas votimit për avokatin e popullit, por ndryshoi qëndrim. Dhe për mua do thotë që zoti Berisha ka reflektuar, që do thotë opozita po përmirësohet në gabimet që ka bërë në të kaluara, që bojkotoi shumë komisione vitin 2015, që do thotë po bën politik edhe në terren, po bën dhe në institucione. E vetmja gjë që i mungon, mendoj unë, opozitës në gjithë situatë është një gjë, të dali dhe thotë ne mbështesim drejtsinë e re. Kemi bërë